Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka shpallur pretencën për ish drejtuesin e prokurorisë së Vlorës Aurel Zarka, i cili akuzohet për ndërhyrje të palishme në hetimet e dosjes Toyota Auris. SPAK kërkoi 4 vite e 6 muaj burg, por në aplikim të gjykimit të shkurtuar, dënimi ulet me 1/3, duke zbritur në 3 vite burgim. Zarka akuzohet se ka ndikuar në hetimet për çështjen Toyota Yaris, dosje e ndërlidhur me ngarkesën prej 3.4 milionë eurosh të sekuestruara në makinat Toyota Auris, të ardhura në portin e Durrësit në vitin 2018. GKK më 31 korrik 2024 la në burg krye prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, pasi akuzohet për ndërhyrje të palishme dhe ndikim tek gjyqtarët e prokurorët për 8 çështje gjyqësore. Bashkë me Zarkën u lëshuan 3 urdhër arreste për magjistraten Eriona Dautaj, avokatin Radovan Çela, si dhe shtetasin Astrid Vladi, të cilët nuk u ekzekutuan pasi të tre ndodhen jashtë shtetit. Sipas SPAK, Zarka merrte para për ndikuar tek prokurorët dhe gjyqtarët e çështjeve penale. Kryeprokurori ka ndikuar në 4 raste për lehtësim të hetimeve të dosjes Toyota Yaris, që nga një hetim për grup kriminal dhe pastrim parash prej 3.4 milionë eurosh, u mbyll me një të dënuar për mosdeklarim të ardhurave në kufi.